Me vetëm pak orë të mbetura nga mbyllja e qendrave të votimit në Kosovë, skena politike e vendit ndodhet në një moment vendimtar. Partitë politike përmbyllën fushatat e tyre intensive duke u përpjekur që të bindin votuesit e pavendosur dhe të mobilizonin mbështetësit e tyre. Tensionit dhe pritshmërit janë të larta nga të gjitha partitë pasi të gjitha po pretendojnë që do të rriten në vota, krahasuar me zgjedhjet e nënshkurtit të këtij viti. Krahas kësaj, një tjetër çështje kyçe mbetet pjesëmarrja në votime, sa qytetarë do të dalin në kutitë e votimit dhe në çfarë përqindjeje mund të shprehin preferencat e tyre për partitë ndryshme. Analistët politik dhe mediat po ndjekin me kujdes çdo zhvillim duke u përpjekur që të parashikojnë se si mund të ndryshojnë balancat e pushtetit në parlament. Për këtë temë, publicisti Liz Bukurosa fillimisht potencon se në zgjedhjet e sotme, dalja e qytetarëve në votime do të jetë diku rreth 60%, derisa si fitues të këtyre zgjedhjeve ai e sheh lëvizjen vetëvendosje. Për këtë, ai tregon se pse mendon që Kurti do të arrijë të shpallet fitues në zgjedhjet e sotme. Dalja në zgjedhje, sipas mendimit tim, mund të jetë rreth 50-60%. Sa i përket renditjes së partive politike bazuar në rezultatet e deri tanishme dhe zhvillimet politike gjatë mandatit, koalicioni i udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti do të dalë i pari. Edhe pse jo të gjitha premtimet janë realizuar, një pjesë e madhe e energjisë institucionale është përqendruar në luftimin e pasojave të keq qeverisjes së mëhershme, në forcimin e sovranitetit dhe në përballjen me çështje të ndjeshme të sigurisë dhe rendit kushtetues. Krahas kësaj tha se roli i diasporës do të jetë vendimtar dhe do të ndikojë në rezultatin final. Janë shënuar disa zhvillime të rëndësishme, si shtrirja e autoritetit shtetëror në veri dhe luftimi i strukturave ilegale e kriminale, çka ka ndikuar në perceptimin publik për stabilitet dhe siguri. Këto faktorë do të reflektohen pozitivisht në rezultatin zgjedhor. Në rast se rezultati i koalicionit qeverisës bie nën 50%, kjo do të tregojë një ndikim më të madh të faktorëve mediatik në krijimin e opinionit publik. Disa luftojnë për të mbrojtur interesat e tyre nga frika e forcimit të shtetit ligjor, ndërsa një pjesë e votuesve beson se këto veprime bëhen për të mbrojtur drejtësinë. Roli i diasporës mbetet shumë i rëndësishëm dhe mund të ketë ndikim të ndjeshëm në rezultatin përfundimtar, shtjelloi ai. Ndër të tjera publicisti dha edhe parashikimin për radhitjen e partive politike ku vetëm TLVV-ja sheh rritje të votave. Sipas tij, koalicioni i Kurtit ka mbi 50%. Po ashtu Liz Bukurosa thotë se PDK-ja do të ketë rënje rreth 2% në këto zgjedhje. Ndërkohë profesori Niazi Alili parashikoi që LVV do të dalë para në zgjedhjet e 28 dhjetorit, mirëpo sipas tij, është e vështirë që ajo të arrijë votat e mjaftueshme për të qeverisur e vetme, kurse sa i përket vendit të dytë, sheh një garë të fortë mes PDK-s dhe LDK-s. Bazuar në rrjedhën e fushatës, sondazhet e publikuara dhe dinamikat politike, pritet që vetvendosje të dalë subjekti i parë në zgjedhje. Megjithatë, fitoria e saj nuk pritet të jetë bindëse në masën që të sigurojë vetme një shumicë të qëndrueshme parlamentare. Pas vetvendosjes pritet një garë ngushtë mes PDK-s dhe LDK-s për vendin e dytë, me dallime që mund të jenë minimale dhe të varen drejt për drejt nga dalja në votime dhe mobilizimi i elektorateve përkatëse. Subjektet më të vogla politike pritet të kenë rol plotësues, kryesisht në sigurimin ose jo të kalimit të pragut zgjedhor. Sa i përket pjesëmarrjes në votime, ajo parashikohet të jetë mesatare, rreth 40 deri në 50%. Një dalje më e ulët do të favorizonte partitë me elektorat të konsoliduar, ndërsa një dalje më e lartë mund të ndikojë në ngushtimin e diferencave me subjekteve kryesore. Edhe pse vetvendosja hyn në këto zgjedhje si favorite për vendin e parë, konfigurimi i ardhshëm politik do të varet nga rezultati përfundimtar dhe nga aftësia e subjekteve politike për të ndërtuar shumicën parlamentare, shprehet Niazi Alili. Sa kaq, juristi Kadri Kryeziu ka publikuar projekcione zgjedhore duke theksuar se pjesëmarrja në këto zgjedhje do të rritet nga 49 deri në 52%, kryesisht për shkak të kthimit të diasporës për festat, ndërsa sipas tij, vetvendosja pritet të marrë 47 deri në 51%, PDK-ja 20 deri në 22% dhe LDK 17 deri në 19%.